as nevoja, as hapësira, as arsyeshmëri që ne tani të bëjmë ndonjë ndryshim pa pasur ndonjë propozim konkret nga partitë tjera. Unë besoj që kryeministri Kurti, ashtu sikurse edhe përpara vendimi gjithësisht masës së pezullimit nga gjykata kushtetuese, kur kishte bërë ftesa për liderët e dy partive, por edhe gjatë kohës sa masa ishte në fuqi e që i kishte ftuar liderët e dy partive, gjithësisht të PDK-s dhe të LDK-s për konsultime në lidhje me zgjedhjen e presidentit, do të vazhdoj angazhimin e tij. Ndërkaq sa i përket emrave specifik, nuk ka as nevojë, as hapësirë, as arsyeshmëri që ne tani të bëjmë ndonjë ndryshim pa pasur ndonjë propozim konkret nga partitë tjera. Pra, në një situatë hipotetike, kur nuk dim se cilat do të ishin kërkesat e partive tjera, neve na mbetet që edhe një herë t'i ftojmë në diskutime krerët e partive të tjera, t'i ftojmë të gjithë deputetët që në bazë të përgjegjësive, gjithësisht besimin që u kanë dhënë qytetarët të marrin pjesë në këtë proces të rëndësishëm të votimit të presidentit të vendit, në mënyrë që ku vendi të vazhdoj punën edhe vendi të mos shkojë edhe në një palë zgjedhje të reja.